zoti Xholi, sigurisht që media luan një rol të rëndësishëm për sa i përket lidhjes shqiptare në botë, por edhe në shumë çështje të tjera. Si zëdhënës së shtypit lidhjes shqiptare, cili ka qenë kontributi juaj me shkrimet tuaja apo me aktivitetin që ju keni patur për të çuar më tej frymën e lidhjes shqiptare? Unë në atë parë do të them që jam kohët e fundit jam angazhuar në këtë nismë, ka qenë thirrjen që ka bërë zoti Simon dhe zonja Vitora, duke patur parasysh kontributin tim në aspektin e migrantëve, dhe unë ju bashkaqita thirrjes tyre për vetëm arsye sepse tashmë dhe unë njoh pak a shumë problemin e migracionit shqiptar. Në në këtë nismë detyrimisht duhet përçuar më tej kjo nismë kaq interesante për mendimin tim, sepse unë kam ndjekur nga afër lidhjen greke, lidhjen serbe, që ka bërë një konferencë jashtëzakonshme kohët e fundit në Izrael. Po shikoja që ajo e mangësi e kësaj pune kolosale që kanë bërë këta dy njerëz në drejtim të lidhjes shqiptare në botë, ka qenë propaganda e vogël, një fej pak. Dhe unë mundova të jap një ndihmë sado modeste në këtë pikë për vetëm arsye se aktualisht lidhja shqiptare në botë është shtrirë në 23 shtete. Atë nuk e ka bërë dot shteti shqiptar dhe kanë bërë këta dy njerëz. Shqiptarët domosdoshmë ne kemi organizuar kuvendet Argentinë, Alaskë, Kanada, Amerikë, Suedi, Norvegji, Gjermani, Itali, Angli, Turqi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Greqi. Pra, është një lidhje e tillë që një shpërndarje e tillë gjeografike që të organizosh një kongres në këto kushte dhe të bëhet këtu në Tiranë, duhet një mobilizim total, një lëvizje gjithanshme, kur këta dy persona i kanë rënë kryqe të rrethor botës për të angazhuar shqiptarët diasporën për këtë dupim kaq të madh, për të thënë botës që shqiptarët janë krejt ndryshe, sepse me aktivitetet që janë zhvilluar në këto vende që unë përcolla tashmë, në të vërtetë Shqipëria është prezantuar ndryshe në mbar opinionin ku punojnë dhe jetojnë emigrantët, sepse shqiptarët kanë artistë virtuoz, kanë njerëz kulturës të letrave, të cilët këta janë munduar të propagandonin, por nuk ishin arritur në atë mas. Dhe unë po jap një ndihmë modeste që duke bërë prezent në shtypin shqiptar këtë nismë kaq të madhe, kaq interesante, që nuk është munduar ta bëjë shteti. Dhe unë them që asnjë parti politike, as vetë shteti shqiptar nuk do të mund të organizojë një kongres të tillë në Tiranë me pjesëmarrje nga emigrantë në 23 shtete të botës. Po. Dhe ndoshta është momenti, zoti Kurçi, që në këtë program të mëngjesit Jo Vetëm Kafes, ku na shikojnë me qindra mira shqiptarë, jo vetëm në Europë, po edhe në botë, ndoshta të bëni atë thirrjen tuaj të fundit, atë mesazhin tuaj përpara se të nisni nesër kongresin e dytë të lidhjes shqiptare në botë. Po, edhe herë duke falendëruar ju që jemi sot musafir në emisionin e juaj, emisionin e për të pirë kafe. Po, jo vetëm kafe. Jo vetëm kafe, jo vetëm kafe. Unë do të falenderoj mjetëve të elektronike, natyrisht në radhë të parë televizionin shqiptar, i cili prej 90 nishës në programet e tjera që kemi pas me vëllavën, në vizitat në protokoll që kemi vizituar shtetin, kemi pas përsierje të jashtëzakonshme, edhe është kënaqësi si sa herë të vim në këtë shtëpinë e juaj, se televizioni shqiptar është shumë i shikuar dhe keni program të jashtëzakonshëm si është tash sot këtu. Unë ftoj gjithë tiranësit, ftoj gjithë shqiptarët nga jugu, nga veriu, nga Shqipëria e mesme, nëse që jemi tash nesër afër kongresi është në orën 10 fillon, mundësisht që të vinë, të përshëndesin, të dëgjojnë fjalën e ideatorëve, të dëgjojnë fjalën e sinqert, si del nga zemra dhe nga shpirti, për të afruar njëri tjetrin, për të qenë më të fortë dhe për të ngritë standardet e jetës familjeve tona në Shqipëri dhe në gjithë të trojet tona dhe në diasporë. Për diasporë, ne du të flasim të flasim për diasporë, më besoni, se du të flasim me vite, nuk tham me dite me muj, me vite, edhe asjerë së në japim pik gjithë aty në veprimtarisë që ka pasur në diaspora për Kosovë edhe për Shqipëri. Për diasporë, do të kemi një enkas, një kovend të madhë, edhe aty sigur do qenë edhe ju prezent, edhe do të bëhet një elaborim, do të bëhet një afrim njëri me tjetrin, edhe do të prezentojmë punën dhe ndërmesën e gjithë diasporës në gjithë institucionet të Shqipërisë e të Kosovës. Se pa prezencën e diasporës në institucionet tona në Shqipëri e në Kosovë dhe në gjithë institucionet që i udhëheqin shqiptarët në Maqedoni, në Maltezi dhe në Lugin e Preshevës, nuk do të ketë sukses afrimi edhe do të ketë suksesa ndërmesa e diasporës që ka dhënë këtu. Por ne besoj që ne në të ardhmen do ta kemi përfaqësuesit tan lidhja shqiptare në këto dy parlamente,
dashurti që të bëhet një parlament, por tash kemi 2 parlamente e ne do të insistojmë dhe do të jemi sigurt të pranuar që ne idenat tona, përjetimet tona, forcën tonë, idealin tonë dhe kapitalin tonë ta shkrim këtu, më të parë se vinë të tjerët. Jenë të përgatitur që vinë me investue, Amerikanët, Irlandët, Shpania, Italia, Greqia, Turqia, gjithë bota këtu. Shqipëria ka me kenë me nda këtyne 5 viteve vendi më i kërkuar në Evropë. Parina jo, ne dëshirojmë të jemi natë pra të investojmë, edhe besoj që do të gjeni modalitetet të investimeve. Ju falenderoj dhe ju përshëndes.